Vazhdojmë të lexojmë predikimin e Jezusit në mal. Mos gjykoni, që të mos gjykoheni, sepse ju do të gjykoheni sipas gjykimit me të cilin ju gjykoni, dhe me masën me të cilën ju masni, do t'ju masin të tjerët. Pse shikon lëmishten që është në syrin e vëllait tënd dhe nuk shikon trarin që është në syrin tënd? Ose si mund t'i thuash vëllait tënd: dale të heq lëmishën nga syri kur ke një tra në syrin tënd? O hipokrit, hiqe më parë trarin nga syri yt dhe pastaj shiko qartë për të nxjerrë lëmishten nga syri i vëllaut tënd. Mos u jepni qenve çështje shenjtë dhe mos i hidhni margaritarët tuaj para derrave, që të mos i shkelin me këmbë dhe të kthehen kundër jush dhe t'u shqyen. Lypni dhe do t'ju jepet, kërkoni dhe do të gjeni, trokitni dhe do t'ju çelet. Sepse kush lyp merr, kush kërkon gjen dhe do t'i çelet atij që troket. A ka midis jush ndonjë njeri, po t'i kërkoj i biri buk, t'i japi një gur? Ose po t'i kërkoj një peshk, t'i japi një gjarpër? Në qoftë se ju, që jeni të këqinj, dini t'u jepni dhurata të mira bijve tuaj, aq më tepër Ati juaj, që është në qiej, do t'ju jap gjëra të mira atyre që ja kërkojnë. Gjithçka pra që ju dëshironi t'ju bëjnë njerëzit, ua bëni dhe ju atyre, sepse ky është ligji dhe profetët.